Sa të ka ndihmu hulumtimi për realizimin e konferencës të cilën po realizoni, me ndryshu edhe ti vetë në stilin e jetës. Ti je non, tash edhe kur je non, e ki sikur edhe obligim kështu me qenë shembull për fëmijën. Kam pas, më thonë, bindjen, kam qenë nana perfekte derisa nuk jam bë non, në aspektin e këshillave, mirë po ta marr anën pak edhe komuniteti edhe shoqënia edhe nana tjera, për shembull. Sepse jam mundu që deri në moshën 2 vjeçare, duke qenë se deri në moshën 2 vjeçë gjysë kam ushqy me gji, dhe nuk ka pas nevojë për qumsh tjetër dhe ëmbëlsira dhe preparate tjera, nuk ka hala nevojë se 3 vjeç, mirë po jam mundu asgjë nga sheqernat përpos me mbushjen e 2 vjeçore që është mjalta, hurmet edhe këto gjërat tjera, do më thonë feq të thatë ose diçka e tillë, në mënyrë që mja zavëndsu dhe mja e mujt preparatin e sheqerit, mos me kërku gjërat të ëmbla për me mirë po. Tash, edhe te kopshte, ditëlindjet dhe gjitha këto vjen në kontakt me ëmbëlsirat, me tortat edhe me dekoret, edhe nuk mundesh me shmang. Mirë po në shtëpi munduam që gjithmonë një herë le të marr sasitë e frutave që unë e shoh nevojshme të paktën një shujt ose 2 brenda ditës, varësisht edhe prej frutave të stinës, përpos që bananën e kemi kështot që na vjen edhe kemi gjatë tërë kohës, që edhe me pa duke i konsumu vetë dhe mja zgjuat kuriozitetin që të pak mja hiq lëkurën vetë, me mundu me enda vetë, edhe në mënyrë që mju duke edhe interesant, po edhe me e përjetu ushqimin dhe me e prejkë, do me thonë. Është sfiduse, mirë po jemi mundu që kur mos me dalë për te dietës, sa asaj që ka përgatisim për vete me ushqy dhe fëmio, duke marrë parasysh që edhe si shoqëri kemi edhe gjellëra, apo shumë të shëndetshme dhe shumë me përmbajtje të fibrave tjere, që deri diku, do më thonë, përpos shtesave që fëmijët kanë nevojë që ti marrin, do më thonë, disa vitamineve në një periudhë caktuar kohore, të mos kem nevojë me u preokupu që jo këtë nuk e hanë. Nëse unë nuk jam konsumuese diçkaje, edhe ai ka pas kuriozitet me e provu, nuk është që ja kom ndalë, se ka një herë thojmë, na e prishim kështu jo unë se ha dhe nuk ja servojmë. Mirë po, më ka ndihmu shumë, me thonë drejtën, tash edhe nëse me ik autobuse, ose nuk arri me nëzon, ecin kam, edhe thëmë, okej, masi s'po shkojmë palesën, vile po shkojmë kam, deri dikon, deri kur të, ose vinë punë duke ecë, diçka e tillë. Po, të paktën një aktivitet brenda ditës fizik.